ku dialogonit me protestuesit, ku thoshit se nëse ne ja dalim ban, kryeministri do t'ik vet, dhe ajo ju adresoj disa pyetje juve, pra pas së cilës qëndronte ideja e saj se ju në fakt këtë proteste keni shfrytzuar për ta kapur mundësin. Keni një përgjigje ndaj saj? Tani është do me thënë se që përfaqësues të qeverisë që duhet të dëgjojnë protestuesit dhe që nuk kanë asnjë mundësi t'i afrojnë protestës sepse qytetarët i zënë me vezë, me miell dhe i shajnë, ma akuzojnë mua pse unë shkoj në protestë ku unë kam 40 ditë që shkoj, pothuajse për ditë, dhe siç duket edhe nga videot, një pjesë të videove që unë nxjerr se nuk mundi nxjerr të gjitha, unë jam më se i mirëpritur dhe ku flas, diskutoj me protestuesit. Kjo është këta që nuk i afrojnë dot protestës, këta që janë subjekti i pakënaqësisë, ata që kanë dalë aty, se duhet të shpjegojmë këtë gjë, kemi të bëjmë me një përplasje historike midis një pushtetit korruptuar, një kryeministit korruptuar dhe popullit shqiptar. Më në fund populli shqiptar ka dalë në shesh dhe do largimin e kësaj klase politike, jo vetëm të Edi Ramës. Dhe kjo është historike, nuk ka ndodhur kur në 35 vjetë, që 40 ditë rresht, njerëz, qytetar të thjesht, të pa motivuar nga parti politike, nuk ata, pamit që janë këtu, këta janë të gjithë të rinjë të reja, nuk kërkojnë një vend pune këta. Nuk janë antarë të një partije politike. Edhe ti është antar i partisë politike, nuk do thotë nuk është një gjë e keqe, po them, po këtu jemi përtej, këtu për herë të parë reagojnë qytetarët. Dhe këta nuk kanë përgjigje për qytetarët, nuk kanë asgjë, nuk kanë çfarë të thonë, se ata nuk janë aty vetëm për Edi Ramën, ata janë aty për shëndetësinë, që është skandal, janë për arsimin, janë për faktin sidomos që për ata është e pamundur të jetojnë në Shqipëri. Kjo zonja, para se të bëj zëvendës kryeministër, atë parë njërë të jetë pak e vëmendshme sepse dy paraardhësit e saj janë, njëri është në Harati në Zvicër i akuzuar për korrupsion, tjetra është me kërkesë për arrestim dhe ajo akuzuar për korrupsion. Kështu që të jetë e kujdesshme sepse Edi Rama i ka marrë një qafë të gjithë dhe shumë shpejt do marrë një qafë edhe atë. Ajo ka qenë ministre e shëndetësisë, edhe ajo do mbahet mend si ministre e shëndetësisë që kur unë i bëra një kërkesë në lidhje me fatin e një të riu që humbi jetën në spitalet e Shqipërisë nuk ishte ilaçe, ishte aq si ta quash tani, e paditur ta quajmë, dhe le themi aq e pandjeshme, sa më tha mua gron, tha ti, po ta kishe kaq shqetësim të madh, fatin atij djalit që nuk jeton më, pse s'më more mua në telefon, tha që ta zgjidhja unë atë problem. Kështu që mentaliteti kësaj, nuk e di e keni para apo jo, dhe mund të është publike, mentaliteti i saj dhe i kësaj klase politike është që këta marrin pushtetin dhe këta mendojnë se kanë të drejtë të vendosin kush do jetojë dhe kush do vdes në këtë Shqipëri. Kjo është skandali i madh dhe kjo është arsyeja pse njerëzit kanë dalë, sepse duan ta kenë fatin e tyre në dorë dhe jo në dorë të Koçiut. Kush është ajo që do të vendosi fatin e shqiptarëve? E ndërsa protestohet, si thash sot është dita e 40, shënohet dita e 40, do të shënohet dita e 40, kryeministri Rama në një intervistë për Corriere della Sera ka thënë qartazisht se nuk ka ndërmend ta jap dorëheqjen, por se i vjen keq nëse ka lënduar protestuesit e sinqert, sa ai ndan në disa grupe protestuesit. Nga ana tjetër, delegacioni shqiptar i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Strasburg, ju e keni publikuar gjithashtu videon, është parë tek Luan Letra. Luan Bixhos, po.